Në Kavaj, mbrëmjet e Ramazanit sjellin një atmosferë të veçantë në qytet. Rrugët dhe sheshet janë zbukuruar me drita dhe dekorime festive, të cilat këtë vit janë edhe më të dukshme, duke i dhënë qytetit një pamje të ngrohtë të veçantë. Por për shumë besimtar, mbrëmjet e Ramazanit kanë edhe një dimension tjetër, atë të devocionit shpirtëror. Pas iftarit, besimtarët nisin të drejtohen drejt xhamive të qytetit për faljen e namazit të teravive. Për shumë besimtarë në Kavaj, namazi teravive është një moment i rëndësishëm devocioni. Çdo natë xhamitë e qytetit mbushen me besimtarë që vinë për të kryer këtë falje të veçantë. Qytetarët thonë se teravit janë një moment i veçantë i mbrëmjeve të Ramazanit, ku besimtarët bashkohen në lutje dhe përjetojnë atmosferën shpirtërore që sjell ky muaj. Në namazit të teravive jemi shumë mirë shqytyre, kemi gjumat të mirë edhe imamin e kemi të përsosur, gjithashtu edhe në stiu në këshillon, në uzon në rrugën drejt, duke në ndaluar nga e keqja, duke në uzon në rrugën e hajrit edhe të gjithë jemi të kënaqur. Besimin e plot tek Allahu dhe të qërshon dhe për shënimin të kemi kërkuar nim tjetër. Ky Ramazan, alhamdulillah, si ma mirë ka shkuar shqytyre, jemi të gjithë xhamat të përgatitur dhe në dëshirë të madhe për të drejtuar në Idin, besim musliman. Shumë mirë, gjithmonë këtu në Kavaj ndihet edhe më mirë, akoma edhe më mirë, se në qytetet e tjera, sepse është një qytet shumë i vjetër në fenë islame dhe pothuajse më shumë se 90% agjërojmë çdo vit. Edhe me të thënë drejtën, po na vjen pakesë se po afro fundi, edhe po ndjemi edhe keqardhjen, por Zoti na pranon inshallah, edhe qoftë ky Ramazan sa më i mirë dhe njerëzit të vazhdojnë këtë adhurim edhe jashtë këtij muaji. Kjo është më mirë, sepse kjo është si një mësim që na jep Malli Allah për të praktikuar vetveten tonë, për të përmirësuar, sepse gjithçka fillon nga vetvetja. Prandaj dhe Allahu thon në Kur'an, nuk e rregullon gjendën e një populli nëse ai nuk rregullon vetveten e tij. Pra, Zoti na përmirësoj dhe na bëf një vend sa më të mirë dhe me bereqet inshallah. Ajo që bie në sy në këto mbrëmje është edhe pjesëmarrja e madhe e të rinjve, të cilët janë gjithnjë më të pranishëm në faljen e teravive, duke bërë atmosferën në xhami edhe më të gjallë. Në këto mbrëmje, xhamitë e Kavajës mbushen me besimtarë të gjitha moshave, duke bërë Ramazanin një periudhë agjërimi për kushtimi e bashkimi shpirtëror të komunitetit.